rëndësinë e menaxhimit edhe durimit në raste të hidhrimit. E përmend edhe më herë dhe kjo duhet të jetë e qartë se hidhrimi është forcë e brendshme e rëndësishme që duhet të jetë funksionale, por duhet të jetë e menaxhueshme. Në funksionale kur për shembull njëri provokohet në besimin e tij, kur njëri për shembull rrezikohet në pasurinë e tij, në nderin e tij, nuk ka mundësi që qëndrimi i tij ka shikti provokimi të jetë disponimi, gëzimi. S'u ka kështu. Je normal i ndot. Mirë, po hidhrimi i tij i provokuar nga situatët e jashtme duhet që të menaxhohet. Me durim. E tash durimi ka të zënë deri ku me shku sa me reagu në bazë të udhëzimeve të fesë. Ç'kjo është ajo që kërkohet. Do ai reagon. Reagimi i tij është i menaxhuar me udhëzimet e fesë. E cila është forca që i mundson menaxhim me udhëzimet e fesë? Durimi. Përsa e ka përmend, domthonë, hadithet për hidhrimin te kapitulli i durimit, për shkak se durimi është realisht forca menaxhuese në raport me forcën e hidhrimit. Domthonë dy forca, një forcë e hidhrimit e cila tenton shpërthim, edhe një forcë e durimit që menaxhon shpërthimin dhe e mban mbrana kufeve hidhrimin. Ç'kjo është mesatare e Islamit e Allahut. Jo shpërthys në hidhrim, rënues, e shkatrues si pasojë e hidhrimit, por edhe jo, domethënë, jo me pas që thot popull rrafsh. Domethënë preket moral, preket në besim, cenohet veni i tij, sulmohet veni i tij, ai ka këtë rrafsh, s'ka gale, lej njëftë rahat, gjithkush ka drejtën e vet, që më të kanë një shpeu Allah, të kanë prejkë në dignitet, të kanë prejkë në karakter, s'to tashmë njerëz kanë drejtën e vet. Do të me pas një farë forcët brendshme që të mundëson një farë hidhrimi, një farë dhe qëndrimi tash më ndryshe.